Thot për kërkoja një hoxh për rukje dhe më dhanë numrin e njërit, mirë po më thanë që ai kërkon të dhënat personale, si emrin e nënës. Më duk diçka e çuditshme sepse disa më kanë thënë që ke mësysh e ke nevojë për rukje, po s'di ku të gjej një hoxh të mirë. Çeka se i jordanezi, që të thajte 5 mishen. Ai jordanezi e kishte 5. Po të kapte pamendje. Po të kapte në gjumë, të kapshe 7, 8, ka pas raste që ka morë 10 vjeçë. Për i rukje. Të keqen lala. Po t'i bëshe ti i qik numra, ta qojte 4. Po t'i bëshe i qik më shumë numra, ta qojte 3. Si që ishte ky rast i fundi që nëzorëm në që ishte 2000, origjina e pazarit është 5000. Po e kanë thonë të skemi ku digjon e tjere dhe e uli në teologe bashkë me jordanezin e uli në 2000. Kjo hoxha thot kërkojte në emrin e nonës. Prej shenjave të magjistarëve është kur kërkon emrin e nonës. Prej shenjave të tyre është thot emrin e pse emrin e nonës. Çfarë lidhje ka emri i nonës? Kur njëri është i sëmun, shkon ke doktori dhe i bën analizat e kujt, nonës apo të vetat. Kur i merr doktori gjakun një çmuri, i thot si e ka emrin mami jotër çon. Vetëm po qenë ai doktor maskara që e pyet për nonën, pacientin. Që duhet ty me nonën e pacientit? E njëjta është, mjekësia është dhe kjo. Shërimi i xhinëve është mjekësi profetike. Momentin që personi që bën rukje kërkon emrin e nonës, i bie o tjetë maskara, që po të kërkon emrin e mamit, o tjetë bashkëpunues me xhint. Në të dyja rastet zëherr puna, me qenë maskara që të kërkon emrin e nonës, larg maskarajt. Me qenë bashkëpunues me xhint, daha më keq, sepse ti futu shtrit mrena kur qohesh ti, qohesh ke ledhije të khabbatu shejtanu min el mes. Kështu që larg këtyne mashtruzve, maskarejve, quajsit dush, sepse nuk ka nevojë në rastin e rukjes që të kërkohen dhënat personale. Dhe rasti i këtij jordanezit, bashkë me atë nënën teologe, kërkojshin edhe fytyrën, kërkojshin edhe foto, sepse ai lexon fytyrën. Kur të shef fytyrën, të lexon fytyrën. Çfarë më bë? Elhamdulillah që ka ditë gjykimi për këta njerëz. Kurse ku të gjej një hoxh të mirë, pyet o vëlla, pyet njerëz të besueshëm, ku jeton ti? Pyet. Në çdo vend ka hoxhallar të mirë, drejt, besueshëm, që janë në rrugën e Ahlus Sunetit, pyet. Po që në Tiranë, pyet hoxhallarët e Ahlus Sunetit, po që kudo që t'jesh pyet atje. Kush është për rukje? Filoni, shko aty ku duhet.